Ish deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Halil Geci, ka reaguar ashpër ndaj politikanëve që sipas tij kanë tradhtuar interesat e Kosovës ndër vite. Në një opinion të publikuar, Geci thekson se bojkoti i tyre ndaj kuvendit, duke mos votuar Albulena Xhiun për kryeparlamentare dhe për t'i hapur rrugë formimit të qeverisë së re, që është Kurti 3, ka bërë që ata të humbin çdo besim dhe u bën thirrje që të kërkojnë strehim tek ata që i kanë mbështetur EJO në Kosovë. Sabotimi juaj është turp, ikni nga Kosova, bojkoti juaj ka humbur çdo besim, gjeni strehim tek ata që ju mbështetën, jo në Kosovë, shkruan Geci. Më tej Geci akuzon këta politikan, duke ju referuar këtu opozitës aktuale PDK, LDK dhe AK për faljen e manastireve shqiptare e Serbisë, për dhënien e tokave Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe për vepra të tjera të rënda si zhvatje, vrasje dhe plaçkitje. Ai shton se sot kur Kosova po përpiqet të ndërtojë institucionet e veta të shëndosha dhe sovrane, të njëjtët individ dalin përsëri duke e paraqitur bojkotin si patriotizëm, ndonse sipas tij ata nuk përfaqësojnë më këtë popull. Bojkoti juaj ka humbur çdo besim, gjeni strehim tek ata që ju mbështetën, jo në Kosovë. Populli ynë nuk toleron tradhti, kërkoni mbështetje diku tjetër. Kosova është shtëpia jon. Ju jeni të padëshiruarit, ju që ja dorëzuat veriun Serbisë, i falët tokat tona dhe varfëruat këtë popull, sot nuk keni as moralin dhe as të drejtën të na pengoni në ndërtimin e së ardhmes. Largoni se populli ua ka kuptuar fytyrën e vërtet. Sot është e pamohueshme për çdo qytetar të ndeshëm se pikërisht ju, PDK, LDK dhe AAK, jeni ata që për interesa të ngushta politike dhe personale i lejuat Beogradit dhe listës serbe ta formojnë zajednicën me kompetenca ekzekutive, duke krijuar në veri të Kosovës një entitet që rrezikon seriozisht sovranitetin ton. Ishte vetë Aleksandar Vučić, ai që para syve të botës deklaronte me arrogancë se çizme shqiptare nuk do të ketë më në veri të Kosovës, dhe kjo ndodhi sepse ju u përkulët dhe nënshkruat të padrejtësi. Populli shqiptar nuk i ka harruar këto veprime. Ne i kemi parë dhe dëgjuar me sytë dhe veshëtan të gjitha tradhtit tuaja, nga falja e manastireve shqiptare Serbisë, te falja e tokave Malit të Zi, e më pas Maqedonisë së Veriut, tek zhvatja, vrasjet dhe plaçkitjet. Ju keni bërë gjithçka për t'ia nëpërkëmbur këtë vend dhe për të mbushur xhepat tuaj. Sot kur populli më në fund po mundohet të ndërtojë institucione të shëndosha dhe sovrane, ju na dilni prap, duke e shitur bojkotin si patriotizëm, por ju nuk përfaqësoni më këtë popull, ju vetëm mashtroni veten. Ky popull nuk kërkon më çorbën tuaj të hidhur. Në historinë e kësaj toke emrat tuaj do të mbesin si tradhtar. Ju nuk keni më të drejtë morale të kërkoni votën e këtij populli. Ju duhet të largoheni nga skena politike dhe të lejoni që Kosova të ndërtohet mbi vlerat e sakrificës, dinjitetit dhe shëndërtimit, e jo mbi pazare dhe tradhti. Prandaj ndaleni sabotimin, ndaleni bojkotin dhe ndaleni lojën me të ardhmen ton. Ky popull ka zgjedhur të ecë përpara, pa ju.